Mirëmbrëma të gjithëve. 2-3 ditët e fundit kanë qenë me lajme nga më sensacionalet, sidomos e premtja, kur në gjykatën kushtetuese ishin përballë Erion Velia, kryetari i bashkisë, si pretendues, si akuzues, dhe pala tjetër ishte presidenti i Republikës dhe kryeministri i vendit. Po atë ditë kemi numri 2 i qeverisë, zonja Belinda Balluku, merret e pandehur zyrtarisht nga prokuroria e krimeve të rënda për një tender me vlerë 190 milion euro. Bëhet fjalë për tunelin e Llogaras. Po atë ditë, po të premten, në prokurorinë e Tiranës kemi Bexhet Pacollin, i cili thirret për të dhënë shpjegime lidhur me atë skandal që ka shpërthyer në publik mes ortakëve të ndërtuesve të firmës, të kompanisë që po ndërton aeroportin e Vlorës. Dhe si për t'i vënë një kapak sarkofagu gjithë kësaj, kemi lajmin e vdekjes së liderit historik të Partisë Socialiste, zotit Fatos Nano. Por, siç thot thënia latine, për të vdekurit ose hesht ose folmir, ne sonte do preferojmë të heshtim për këtë temë dhe do flasim për 3 temat e tjera. Ndërkohë sot kemi vijimin e seancës në gjykatën kushtetuese, ku gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë kryetarit bashkisë së Tiranës, zotit Erion Veliaj, duke e shpallur të pavlefshëm dekretimin e shkarkimin e tij nga Këshilli i Ministrave dhe dekretimin e datës së zgjedhjeve nga presidenti i Republikës. Regjia, ju lutem nxirreni në ull vendimin, po ky është vendimi, ndërkohë para se ta lexoj po prezantoj të ftuarit, cili do të flasin për të 3 këto trema. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Dashamir Shej, kryetari e LZHK-s. Mirëmbrëma zoti Shej. Mirëmbrëma. Ish shefin e prokurorisë krimeve të rënda, zotin Eugen Beci. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Juristin e njohur avokatin Indrit Sefa. Faleminderit. Mirëmbrëma. Gjithashtu kolegun, gazetarin, analistin e njohur, Poli Hoxha. Poli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si dhe përmes lidhjes Skype kemi juristin e njohur zotin Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit. Pra, po lexojmë vendimin. Pra, kjo është pjesa që është zbardhur para pak minutash nga gjykata nga gjykata kushtetuese. Në përfundim të shqyrtimit të kësaj çështje, për arsyet e mësipërme, gjykata vendosi me shumicë votash pranimin e kërkesës, shfuqizimin e vendimit numër 539 datë 25/9/2025 të Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erion Veliaj, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimin e dekretit presidentit të Republikës numër 350 datë 1/10/2025 për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie, për disa njësi të qeverisjes vendore, për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë e Tiranës, si të papajtueshëm me paragrafët 2-3 të nenit 115 të kushtetuesës. Vazhdimin e masës së pezullimit të dekretit presidentit numër 350 datë 1/10/2025 për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie, për disa njësi të qeverisjes vendore, për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë e Tiranës, deri në hyrjen në fuqi të këtij vendimi. Kreshnik, një koment, sa ka ndikuar politika, ka sfond politik ky vendim, apo është i pastër nga pikpamja juridike? Vendimin gjykatës kushtetuese? Po. Unë kam bindjen që vendimin gjykatës kushtetuese është një vendim tërësisht i pavarur. Kjo reflektohet edhe nga debatet që janë zhvilluar në dhomën e këshillimit nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Ka qenë një debat juridik, ligjor, profesional i gjyqtarëve, dhe po ju them me bindje që gjyqtarët kanë vendosur në mënyrë të pavarur me shumicë votash për të pranuar kërkesën dhe për të konsideruar të paligjshme dhe antikushtetuese shkarkimin. Dgjoj, për çdo jurist, edhe për juristin
me njohurit më elementare, do e konsideronte shkarkimin e kryetarit bashkisë, nuk themi Terion Velis, për motive të mos paraqitjes në punë 3 muaj, si një vendim të palishëm, të pabazuar dhe në mohim të drejtës të kushtetuese. Ky vendim përbënte, po ta vini re edhe në seancë gjyqësore, shqetësimin e gjyqtarëve, 3 gjyqtare në mënyrë të drejtë për drejtë shprehen në adresë të qeverisë pyetjet dhe shqetësimin që pse kryetari i bashkisë ishte mohuar e drejta për të dëgjuar në seancën e shkarkimit. Parimet bazë në të drejtën administrative i garantojnë palëve në proces pjesëmarrje. Kjo është ABC-ja. Vetëm në regjimin e Enver Hoxhës, në diktaturë nuk dëgjoheshin palët. Ose nuk i jepe e drejta për avokat. Dakord, nuk donin ta dëgjonin Erion Velin, por përfaqësuesit ligjor mund t'i jepnin të drejtën. Pra, nga do që ta marrësh procesi administrativ i shkarkimit të kryetarit bashkisë, mund të hapte një precedent negativ të cilën në të ardhmen qeveria mund të shkarkonte çdo kryetar bashkie të opozitës me një denoncim të Nesti Angonen. Dhe për këtë arsye, edhe ata të cilët e urrejnë politikisht Erion Velin, juridikisht në këtë moment duhet të jenë pro këtij vendimi, sepse duhet kuptojnë nuk është ndihmuar Erion Velia. Është garantuar kushtetuta. Gjykata ka garantuar respektimin e kushtetutës. Dhe duhet dini shumë mirë që nuk mendoj që është një lojë. Unë që ditë lexoj votat e gjyqtarëve, po ju garantoj që nuk është lojë politike. Sepse ditë lexoj votën e çdo gjyqtari aty. Po ka një, po të shikosh emrat, që kanë votuar kundër Erion Veliajt, ata që në një farë mase janë edhe kundër, ose të paktën janë goditur dhe pritet të goditen nga kjo shumicë qeverisë. Kujt duke i marrë mandatin para kohe, kujt duke që kanë pasur qëndrime të mëparshme kundër qeverisë, vota kundër qeverisë, është pak do në është e çuditshme, rastësi apo çfarë? Jo, pra, ata që kanë votuar pro Erion Velis nuk janë pro qeverisë. Po ja u them troç. Sepse ka një spekullim, Kreshnik, ka një spekullim në të gjitha rrjetet sociale që ku thuhet se ky vendim është bërë nën influencën e Ramës për arsye të sondazheve, për arsye të klimës jo të mirë politike, jo të favorshme për të shkuar PS-ja në zgjedhje në Tiranë. Tani kam një pyetje për ata që mbajnë këtë tezë. Shpresoj që të dëgjojnë dhe të përgjigjen. Unë, me që deri tani unë po flisja juridikisht, politikisht, po jap argumentin që Rama do kishte interes, krijonte një tollovi për ta çuar Tiranën në zgjedhje dhe duke u marrë me fushat harroheshin çështjet e tjera. Është e kundërta, mendoj unë. Domethënë, teori të cilat Rama rrezikon zgjedhjet, tani unë kam një pyetje për publikun. E di Shqipëria që 5 bashki tjera janë në fushat dhe janë proces zgjedhjesh apo nuk e din? Ka parë njëri në fushat opozitën deri më sot? Po në Tepelena, në Roskovec, nuk e di do, po Tiranë është efekti politik i këtyre zgjedhjeve. Se Vlora është e parëndësishme, Ilir, ha? Jo, e rëndësishme është, po kam përshtypjen që aty nga në 35 vjet nuk ka ndonjë surprizë. Po mos harro, këto bashki përbëjnë gjithmonë atë bastionin që i japin pushtetin socialistëve dhe janë të palëvizshëm. Okej, të lutem qëndron në linjë. Nese. Po, zoti Beci, qa efekte shka kjo tani, ky vendim? Së pari, gjykata kushtetuese arriti të konsolidoj më në fund që shteti i së drejtës në Republikën e Shqipërisë duhet të ketë në konsiderat faktin që ndaj individit nuk mund të kaloj barrën e marrjes së një procesi të rregullt ligjor. Dhe gjykata kushtetuese, përsa i përket procedurave që konsolidoi me këtë vendim, tha, çdo organ procedues që merr procedim disiplinor të tëra llojeve, administrativ,
penal dhe të tëra formave duhet të kujdeset që të ruaj të drejtën dhe garancit kushtetuese të individit. Ky është thelbi kryesor. Nga pikpamja procedurale, ky vendim i gjykatës kushtetuese konsolidoi më në fund faktin që nuk mund të lejojë të tërë organet e procedurse të publike në Shqipëri të devijojnë nga garancitë dhe liritë e drejtave të njerëzit. Për sa i përket pjesës tjetër të materjes, është ajo që është diskutuar mjaftueshëm nëpër studio dhe të gjithë juristët, pavarësisht janë konstitucionalistë apo jo, arritën në konkluzionin që nuk mund të hiqet një zgjedhur i njësisë së qeverisjes vendore për faktin që ka qenë 3 muaj i larguar nga detyra. Për këtë arsye, të gjithë këto elementë që paraqiti gjykata kushtetuese nxorën zbuluar lojën politike sepse është ndërthurur në rastin konkret dhe vetë gjykata kushtetuese nuk është thjesht një jurisprudencë, por është dhe një lojë politiko-juridike dhe nxorën zbuluar Këshillin Bashkiak, Këshillin e Ministrave dhe më në fund dekretin e Presidentit Republikës. Dekreti i Presidentit Republikës në fakt del zbuluar nga fakti që nuk ka më shkarkim të kryetarit bashkisë, nuk është se gjykata kushtetuese godet në mënyrë të drejtë për drejtë dekretin e Presidentit Republikës. Është pasojë që vjen për faktin se ti tashmë e ke kryetarin e bashkisë dhe nuk ka lidhje me dekretin e presidentit vendimi i gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka lidhje me 2 elementë. Nxori faktin që procedura nuk është ndjekur absolutisht në mënyrë të rregullt dhe nuk i është garantuar një individi, qoftë ai kryetar bashkie apo qoftë një individ i thjesht, një proces i rregullt ligjor, dhe e dyta, duke quajtur të papajtueshëm me kushtetutën faktin që ti mungon 3 muaj në punë edhe unë duhet të shkarkoj. Gjykata kushtetuese sot tha, duhet që të kemi një shkelje të rëndë të kushtetutës apo të ligjit. Pra nuk do ketë zgjedhje dhe do në Veliaj do ta drejtoj nga qelia. Ky është një element tjetër pasaj që duhet parë përsa i përket precedentin që është krijuar, sepse legjislatori në përgjithësi, jo vetëm fryma e kushtetutës, po dhe ligji mbi vetë qeverisjen vendore, nuk ka llogaritur faktin që në Shqipëri kemi gjysmën e kryetarëve të bashkisë o të proceduar o me masa sigurimi personal. Kjo mbase do të kërkojë një ndërhyrje qoftë dhe me një perspektivë tjetër të konceptit të masave të sigurimit, të procedimeve penale, sepse janë 2 elementë të cilat rrinë në shina të ndryshme. Kemi një element të përsa i përket kushtetueshmërisë të zgjedhurit vendor, kemi dhe një element penal i cili në rast se individi shkel ligjet penale shqiptare, patjetër gjykatat penale do veprojnë. Pra, të raport duhet ta krijojnë më të saktë, po themi legjislatori. E thënë më shqip fare, nuk është llogaritur nga ligji mbi vetë qeverisjen vendore dhe nga kushtetuta që gjysma e kryetarëve të bashkive mund të ishin hajdu dhe mund të përfundonin në përburgje dhe ne nuk e dim se si do e zgjidhim këtë situatë nga ana ligjore. Prandaj te këtu prokuroria e posaçme ka nisur një rrugë të re, po themi, dhe ka çelur një precedent të ri. Në momentin që unë konstatoj shkelje të rënda të kryetarit bashkisë, të cilat përbëjnë vepër penale dhe unë do duhet patjetër të filloj çështjen penale dhe pastaj të caktoj masën e sigurimit ndaj një kryetari bashkie të kudo qyteti qoftë, atëherë si do zgjidhet ai raporti i të zgjedhurit vendor me raportin e zbatimit të ligjit penal. Ky është problemi që doli zbuluar, se në pamje të parë, po ta shohësh, gjykata kushtetuese i tha dhe tërë elementëve të tjerë të gjyqësorit që zotëri, ky është kryetari i bashkisë, kështu që merrni masa që ky të ushtrojë detyrën. Në këtë koncept është vihet në dyshim, si të thuash, edhe masa e sigurimit dhe i raporti... Pse vihet në dyshim? Sepse do në prokuroria edhe gjykata pastaj që ka marrë vendimin, thot do që ky njeri që është në hetim e kemi kapur në flagrancë duke tentuar të prish provat. Dhe në këtë rrethant plotson kushtet për të izoluar. Është koncept më makro. Koncepti që gjykata kushtetuese sot të tha, ai le të mungoj 3 muaj. Është i zgjedhur vendor dhe unë e ngres tekën e vlerësimit të zgjedhurit vendor, nuk mund ta shkarkosh dot kollaj. Atëherë... E ke lexuar? Jo, në vendimin e gjykatës kushtetuese. E lexove? Po. Të plot? Po. Po pra, por aty për pyetjen e Baba Ramos. Jo mos e shikoj gjithandej tani thirrje që të nxirret Erioni nga qelia. Isha aty. Po të gjoje pjesën e parë. Aty thuhet tekstualisht. Ta mbaroj pa konceptin. Dhe ideja është që ky raporti që unë po të shpjegoja më parë, gjykata penale
prokuroria ka shumë të drejtë kur konstaton një vepër penale nga një person që është qoftë dhe kryetari i bashkisë. Atëherë, si do zgjidhet ky raporti i mos ushtrimit të detyrës? Sot kemi një vendim gjykatës kushtetuese që thotë ai duhet rri kryetar pavarësisht se ka munguar 3 muaj në detyrë. Është një raport i cili duhet rishikuar në të gjithë legjislaturën, në gjithë legjislacionin dhe në gjithë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Jam dakord me atë reaksion që thot Poli se në mënyrë të pavarur janë procese që nuk konfondojnë njëri tjetrin. Procesi i shkarkimit kryetarit bashkisë nga pikpamja kushtetuese dhe procesi penal. Procesi penal është i ftohtë. Ka një procedurë penale, siç ju thoni. Ja të lexoj një paragraf. Jo, këtu më dëgjon se çfarë gjykata vlerësoi të theksojë në këtë koncept, unë si prokurori nuk ndikohem nga fakti që ti ke vendosur ta lesh në detyrë si kryetar bashkie. Unë kam elemente mi të procedurës penale, kam disa elemente që zbatohen nga neni 228 i kodit procedurës penale, kam dyshimin e kryerjes së një vepre penale dhe po e çoj çështjen për gjykim. Ky është koncepti i cili është vetëm ke penalja. Pastaj në rast se rrim dhe diskutojmë me pjesën kushtetuese të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, atëherë pyetja që lindesh, ne do presim derisa të marrë vendimi në formë të prerë penal mbi vendosjen e fajësisë apo pa fajësisë për të marrë vendimin e shkarkimit. Çfarë efektesh politike ka kjo? Se kishim një përballje le të themi doon mes nga njëra anë kryetari i Bashkisë Tiranës, nga ana tjetër presidenti dhe kryeministri, Këshilli i Ministrave më saktë. Jo, nuk është se ka në një, si që themin e, që thoni, këtu është një rumpal politike, që po t'ja vënë emrin taman, e këpto, nga ana politike, për thëmë. A di pse, e gjithë kjo loj, filloj që kur zoti president, shpalli zgjedhje të mënyrë jo kushtetuese. Kjo është e gjithë. Mjaftoj që të kishim pritë të dilte vendimi i ankimimit zotërisë nga gjykata kushtetuese, s'do ishim fare në këtë lloj situate. Tash unë nuk është se jam as jurist, as prokuror, dhe nuk është se... Jo, për efektin politik të tash. Bukuri, unë gjykoj që ky zotëria atje i takon të rrinë në burg nga si çështje penale si gjithë qytetarët e tjerë. Më vetë, po. Kjo që ka bërë gjykata kushtetuese praktikisht në një farë mënyrë nuk ka njoft të gjithë procedurën e shkarkimit tij, se për këtë punë bëhet fjalë, nuk e ka njoftë. Ky, si më thënë, sot e kësaj dite të shi, qëndron ligjërisht kryetari i bashkisë nën hetim. Kjo është alfa dhe omega e kësaj çështje që është diskutuar sot. Atëherë ky është gjithnjë në hetim, prokuroria drejt duhet vazhdojnë punën e vet. Mirë po, tash kushtetuesja e dha drejt që ky mënyra se si është shkarkuar ky, se këtë ka ankimuar. Atje e dha drejt e ti e shkarkuar në mënyrë antikushtetuese, sepse ti mund të rrishe këtu deri kur ajo prokuroria, gjykatat marrin një vendim formës për e. Kjo është e gjithë situata. Praktikisht në këtë mes ranë zgjedhjet në Tiranë. E gjithë kjo rëmuj u bë zgjedhjet dhe në një farë mënyrë edhe u ridikulizuan çika. Se herë filloi kjo histori, u shty, tash u shty për fare në një farë mënyrë. Tash në periudhën e dimrit që nga kushtetuesja ju e dini që ne zgjedhjet i bëjmë, o në vjesht, o në pranverë. Edhe kjo është një diskutim të që rihapet në një farë mënyrë. U kriju kjo zallamahi sepse ta thash presidenti, mungesë eksperiencë, a këshillun keq, a qenë në presionin politika, varet nga kjo punë, do me thënë, bërë një gjest gabum për vetë në vetë, dhe unë ja thash që ditin që e shpalli në media, që bërë një gabim se mjafton dhe të priste 2 javë, sa a gjisha ankimimi. Dhe nuk do ndodhëshim në këtë situatë sot, sa kjo gjykat do kështë marrë këtë vendim që mori sot, nuk e di në ato rrethana tjera, mund kështë marrë dhe do këshim e dishim gjithë të shi që zgjedhjen Tiranë nuk do bëhen për hir të kësaj historie. Tani, ku jemi me këtë lloj situate? Ta thash, kemi 2 gjëra që janë pozitive relativisht. Një që gjykata po përsillet si e pavarur. Kam gjithë dyshimet e mia, po gjithsesi... E caktuan si të pavarur, apo u bë realisht e pavarur në këtë rast? Gjesti është i pavarur. Pasoja është e pavarur. Gjesti është i pavarur, dhe më thënë, ka dalë jashtë tyre shinave politike që po them, edhe kjo është një gjë e mirë. Por shtetin shqiptar në përgjithësi, edhe urojmë që të krijohet një precedent me këtë punë edhe
marri përpara dhe historiera tjera që gjykata më thënë drejtë ka treguar gjithë oportunizmin e vet politik, por në këtë rast ka bërë një zgjedhje. Kjo është akti i parë pozitiv. E dyta është kjo, që ai zotëria, si më thënë, ato drejtat e veta, i rryti. Edhe kjo është një precedent pozitiv që gjithsesi të gjithë ambienti politik, institucionet politike, duhet mendohen fundit. A janë brenda, si thush, shinave ligjore, apo ja? Të dyja janë pozitive. Pjesa tjetër, pësaj, është një lloj zallamahie, tollovi që populli shkret s'ka për ta kuptuar kurrë. Edhe gjithnjë do jetoj me dyshimin, ora pse ndodhi kjo punë, si e ndodhi, edhe siç është rëndom në historinë e Shqipërisë dhe s'kam faj. Dhe me thënë, edhe mbi të vërtetën do lindi gjithnjë dyshimi që këtu ka hile ka mbrapa, këtë ka bërë Rama, ose ja ka bërë pala tjetër. E gjithë kjo do të dëgjojmë këtë histori edhe një 2-3 muaj tjerë derisa të marrë drejtim kjo punë. Këto të thash të dyjat. Shof ato dy gjërat pozitive, shof negative këtë pjesën tjetër. Nga ky vendim i pandehuri në qitën kohë dhe kryetari i bashkisë, Erion Veliaj, qa benefite shka, qa përfiton nga ky vendim i gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen kryesore për cilën prokuroria e ka marrë të pandehur. Paralele, nuk kryzohen gjë. Unë mendoj pak ndryshe edhe nga Eugeni, me thënë drejt. Për mua, Erion Veliaj ka ushtruar detyrat e kryetarit. Sot në detyrë është nën kryetarja e emëruar nga Erion Veliaj. Noel Aristani është nën kryetare me kompetenca të deleguara nga kryetari i bashkisë. Pavarësisht se këtu del Edi Rama dhe zëvendëson gjithë nën kryetarët në një absurditet juridik, ligjor edhe politik në kuptimin e parë të fjalës. Është faji Erion Veliaj se e lejon. Unë ta kam thënë në studion tënde. Erion Veliaj në momentin që bëri ankim duhet shkarkonte nën kryetarët, emëronte nën kryetarët e tij, vazhdoi detyrën si kryetar bashkie. Madje kam arritur në zyrën tënde kur që zoti Klosi kam thënë që unë dyshoj që procedura e ndjekur nga Këshilli Bashkiak është posaçërisht, është e kryer posaçërisht në shkelje të kushtetutës dhe të rregullave me qëllim për të dhënë një fitore. Ka pas gjithmonë dyshime te kjo pjesë, me thënë drejtë. Se kjo është një të xhirohesh bosh. Ja, po ta them unë çfarë pretendojnë tani që do pretendojnë. Besoj don kjo gjykata kushtetuese nuk e liron. Me kalimin e çështjes në seancë pas seancës paraprake dhe me kalimin në proces gjyqësor të çështjes Erion Veliaj. Pra, don që të jemi të qartë, ti je duke aluduar që ky vendim është i koordinuar mes Ramës dhe Veliaj. Këtë je duke aluduar. Unë në fillim po ta them e kam aluduar këtë pjesë. Dhe e kam aluduar fort për faktin e vetëm sepse e para një shikoja faktin që ti kur je në një përplasje politike me kryeministrin, ti bën luftën me gjitha mundësitë dhe asetet që ke, nuk e bën me marsh njëtro luftën. Tani nëse je kryetar bashkie, ti e bën me institucione dhe e përdor politikisht, e drejton politikisht, se ai institucion politik fundites, pavarësisht se je kryetar bashkie, po Bashkia e Tiranës nuk është më institucion vetë qeverisje, është institucion politik më i rëndësishëm në vend. Ti e merr, e drejton, cakton një statut, cakton oficerët e tu politik për të drejtuar këtë betejë. Fundites Erion Veliaj çfarë bëri? Dorëzoi Bashkinë e Edi Ramës. Politikisht ja ka dorëzuar Edi Ramës. Sot që Bashkinë e Tiranës e drejton Edi Rama. Pavarësisht se juridikisht dhe ligjërisht është Erion Veliaj kryetar edhe nën kryetar. Po pse e bën këtë betejë ai pastaj në gjykatën kushtetuese? Ja po ta them tani. Po. Me kalimin e çështjes penale në seancë gjyqësore, pas fazës seancë paraprake, do kalojnë në seancë gjyqësore. Po, do çelet gjyqi, do hapet gjyqi për ta thënë më kuptueshëm. Nuk ka më prova që prish unë tani. Sepse provat janë administruar. Dëshmit janë marrë, deklarimet janë marrë, tani është seancë gjyqësore e rregullt. Që mund të vazhdoj 2 vjet, 2 vjet do vazhdoj, 2 vjet, 3 vjet. Ai gjyqi i Veliaj. Sot ama thot, ju të Spakut, jo, ju të GKK-s, se Spaku nuk ka menduar, ju të GKK-s, po i privoni qytetarëve të Tiranës kryetarin e bashkisë. Tani presioni në mënyrë artificiale shkon të dyert e GKK-s. Mbani mend vendimin e zotit Berisha që ju hoq masa sigurisë, pse një nga arsyet ishte kemi zgjedhjet e përgjithshme. Pra, ti mendon domun që rast më fal që ndërpres, ishte situatë tjetër ajo. Gjykata kushtetuese u shpreh në mënyrë të drejtë për masat. Dim të dy shumë mirë. Në rastin e Berishës u shpreh që
dy masa sigurimi janë antikushtetuese. Por aty kishte... Dy masa sigurimi, por nuk tha që masa sigurimi të shë antikushtetuese. Aty kishte çështje të drejt për drejt për masën e sigurimit, përse këtu është tjetër. Atje tha, dhe ndalimi daljes së shtetit. Një minutë, dhe ndalimi daljes së shtetit, tha, dhe arresti shtëpisë nuk shkon, tha, sepse nuk mund të ketë dy masa. Por në objekt, gjykata kushtetuese kishte masën, nuk është e krahasueshme. Gjykata shkallëspar në rastin e Berishës, 4 muaj para zgjedhjeve revokoi masën e sigurimit. Si? Po nuk ka shkuar gjykata. Plus si nuk është ai objekti. Po them ku do veja, po ha mençoj unë. Tani unë po shti faul. Mbrojtjen që mund të bëj ai. Pyetja që mbet Babaramo është çfarë përfiton Velie. Unë po shti faul. A ti thua një po themi një provë. Tisha mbrojtja ti çfarë do bëja? Një element i ri. Tisha mbrojtja ti çfarë do bëja? E kuptoj, një element i ri. Këtë do kërkoja. Atëherë le të çohet edhe mbrojtja ime në gjykat për të mbrojtur pandeun e Rion Veliaj, në kërkesë për zëvendësim masë do ishte, po i privoni qytetit kryetarin e bashkisë. Shkurt fare 2 fjalë, ka ide. Shiko, Babarama, unë e kam thënë këtu njerë dhe u abitët gjithë që pasi u bëm mbledhja e Këshillit. Ti bëre një pyetje shumë interesante gjithë këtu ju the që për vendimin e gjykatës kushtetuese, a është politik, a ka ndikim, a është lojë politike. Unë po të them jo, edhe unë mendoj pak a shumë si Dashi, po edhe si kështu, që vendimi i gjykatës kushtetuese për mua është i saktë, është i pavarur, është i saktë, është edhe i... Dikur do bëhesh në datat pavarur. Unë e kam lexuar 3 herë me vëmend. Më fal, por me shkelet ishin flagrant. Një minutë. Shkelet ishin flagrant. Zoti Babaramo. Juridikisht është ajo që tha, 2 elemente. Vendimet që ka marrë gjykata kushtetuese, se po të analizojmë gjitha, janë vendime të jashtëzakonshme, po nuk i numëron njeriu. Jashtëzakonshme për nga cilësia dhe për nga nevoja që shërbejnë demokracisë. Por ky vendim, se bëre pyetjen politike, por ky vendim erdhi këtu ku erdhi sot, erdhi si pasojë e një loje politike, Babaramo. Dhe ta kam thënë këtu, kjo është qoka e vetme që kishte fuqi për t'i bërë Edi Rama, se këtu mendojnë sikur Edi Rama mund nga Edi Rama varet Spaku, varet GKK-ja. Unë them gjithmonë që jo, as bëhet fjalë. Por këtë proces që e çoi në këtë vendim të gjykatës kushtetuese e kishte në dorë Edi Rama dhe luajti politikisht. Filloi Babaramo me asamblen. Më ndiq pak. Filloi me asamblen e partisë. Ç'punë kishte kryeministri për një të zgjedhur të një pushteti të pavarur të merrte vendimin në mes të asamblesë gjithë socialistëve dhe thoshte ne do ta heqim se Tiranës i duhet një... Ose ka shumicën në Këshillin Bashkiak. Po thoj pra inicioj aty me ata që ke në Këshill dhe vazhdo. E dyta, mënyra po të lexosh me vëmendje gjithë pse bie, pse fiton Erion Velia, është vetëm faje të Këshillit. Janë, domethënë, vetëm shkelje të trasha. Të trasha, domethënë, nuk është thirrur për të dëgjuar, nuk i është thirrur as avokati, nuk është njoftuar në kohën e dur. Do të thënë gjëra që këto ne i kërkojmë edhe për një gjyq koti ose nuk fillon seanca pa marrë tregun të si mundesh ti në gjitha të Këshill të lejosh të bësh një procedurë kaq gabim dhe ja çon në tavë kushtetutës se ata dhe sikur çfarë të duan. Jo vetëm aq, po mos harroj një hallk. E para. Ke VKM-n që mund të korrigjonte VKM-n. Ajo që më ra në sy mua te vetë kushtetutës thoshte nuk mund ta shkarkoni thoshte për mungesë në punë. Thoshte, sepse aty bie mungesa, sepse ishte në kushte izolimi, por thoshte mund ta, përveç se kur shkel kushtetutën dhe ligjin shumë rënd. Ne në Këshillin Bashkiak, që është këshill politik në një farë mënyrë, pavarësisht se i zgjedhur, ne nuk dëgjuam një fjalë që ky njeri i pengohet ardhja në detyrë, sepse është njeri i akuzuar për korrupsion. Nuk dëgjuam një fjalë, as nga mazhoranca, që ky njeri, që e ke parasysh që se dhe kushtetuta ka frymë, që ky individ Por nuk e paragjykojnë, këshilltarët nuk e paragjykojnë, dhe prezumojnë të pafajshëm sipas parimit universal të drejtësisë. Jo, me prezumimin B. Babarama, prezumimi është kur do të fillosh punë gjykundit ti ose unë, dhe shkojmë në Ministri të Drejtësisë, na japin një copë letër që si jemi të dënuar me vendim të formës prerë. Lërë prezumimin, është i zgjedhur nga populli, është i akuzuar është në burg, para burgim për korrupsion 9 herë dhe 3 herë shpërdorim detyre. Tani, e gjitha kjo u shman, kjo ana dhe u lojt me procedurat. Pritani, u lojt me procedurat. Dhe tani është krijuar një ide, se dhe mikun tim e lexova pak më përpara Kreshnik Splajon, që ju bënte thirrje gjyqtarëve tani nxirreni, thoshte. Po. Këtu njërë nuk ka punë fare gjykata, as gjykata e posaçme, as gjë. Madje,
aq profesionistë janë treguar këta të gjykatës kushtetuese, sa aty kujdesen ka një paragraf shumë të rëndësishëm dhe thot, ky vendim ka të bëj vetëm me procedurën, mënyrën si është kërkuar dhe s'ka asnjë lidhje me ndjekjen penale Ja do të gjejmë Kreshnikun. me çështjen penale të zotrisë. Tani ti bëre pyetjen prapë me vend, për çfarë do ta përdor? Kur të çoj çështjen penale në Strasburg, këtë e ka plus. Kur të ver ati në gjyq, sepse ne kemi parë lojën e Erion Velis që duan, jo vetëm të Erion Velis, dhe të Sali Berishës, Ilir Met, Arben Ahmetajt. Për çfarë po lozin? Po lozin për politizim. Dhe ne kemi parë që po lozin për ta politizuar, janë viktima të një kështu. Por në qoftë se ne nuk pam, domethënë, po të shikosh qëndrimet e Edi Ramës. Edi Rama është i vetmi që nuk ka thënë deri tani për Erion Velin. Më kanë ngrënë mollë mbrapa kurizit. E ke dëgjuar ndonjë? Jo. Nuk zihet fare në gojë për çfarë akuzohet Erion Veli. Dhe kur u shkarkua, nuk u kërkua se u shkarkua sa të sqaroj si çdo qytetar i Shqipërisë atij, sa të sqaroj të bëj vettingun e tij dhe do zoti deli pafajshëm dhe ne besojmë se është i pafajshëm. Po i ka thënë. Po të sqaroj, jo, sa të sqaroj atë, por ka thënë jo, sepse jo, pse po e shkarkon tani, kur tha pse po e shkarkoj. Jo, ka thënë se qytetarët duan një kryetar, punët duan një kryetar. Po qyteti është pa kokë, po. Po jo, zotri, se gjeja më kryesore që duhet ta shkarkoshti atë, se këtu ka humbur dhe e di kush i krijon gjithë këto katraura këtë çorb që thot dash. Se këtu ka humbur fare dhe ne nuk e zëm as në gojë nocioni dorëheqjes më. Po si mundet më zotri, një kryetar bashkie, ty kur të zgjodhen, nuk të zgjodhen pasi të dolën këto, të zgjodhen se sti dini këto, një. E dyta, Erion Velia i duhet ta kishte dhënë dorëheqjen dhe kryeministri duhet ta kishte shkarkuar që kur doli 5D-ja. Baba Ramo, ke staf këtu ti 5 veta. Të katërt ty ti marrin dhe ti plasin brenda gjithë drejtorët, gjithë stafin, me të kopsitur edhe madje edhe të dënuar dhe ti s'ke asnjë përgjegjësi politike po flas. Është më tepër që ka emisionin Jo më për këtë. Jo me 5 dhe emisionin. Atëre çfarë fillojnë dhe lozin me procedura, me politikë, me tjerë. Kurse qytetarit çfarë mesazh i jep ti? Qytetarit i jep mesazh që ti takon domosdoshmë. Që mos përsërisim. Të rrim vëlla. Kreshnik. Tani argumenti juridik. Duhet ta japi dorëheqjen si sot Poli apo duhet të lirohet urgjentisht se mo na lajron Strasburgu? Gjykata kushtetuese është garanti, të lutem. Po, vazhdo. Gjykata kushtetuese është garanti i parimeve kushtetuese. Ajo çfarë unë kam thënë, duhet të thënë e plot. Kam thënë duhet liruar nga duhet ndryshuar masa e sigurimit përpara se Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut në Strasburg të japi një vendim. Do ishte në integritetin e gjykatave për të ndjekur parimin e papajësisë. Mos harrojmë, kur themi të ndryshohet masa, nuk do të thotë që themi të jepet papajësi Erion Velis. Po kur është kapur në flagrans duke prishur prova. A parashikohet do unë që të... Po të mbarojmë se... Që të mbahet izoluar? Dëgjo, analiza juridike, po su thanë 3-4... E qartë, po më përmbledh se keni 3 tema, jemi akoma tek e para. Po sa e mora, 30 sekundë. Okej, vazhdo. Apo mundohem ta them më shkurt. E para, është parimi prezumimit pafajësisë. Ndryshimi i masës nuk do të thotë pafajësi. Ndryshimi i masës nga arrest me burg në arrest shtëpia apo detyrim për paraqitje nuk do të thotë që është lirimi plot. Bëj fjalë vetëm për ndryshim masës sigurimit. Gjykata duhet të mbajë një praktik. Në qoftë se gjykata sot do të lëri përsëri në arrest me burg Erion Velin, i bëj thirrje Belinda Ballukut dhe çdo zyrtari tjetër, mos japi dorëheqje. Sepse çfarë logjike ka që Erion Velia të rinë detyrë dhe në arrest dhe zyrtarët e tjerë t'japin dorëheqje. Pra hapet një praktik politike që zyrtarët që hetohen... Kush ka dhënë dorëheqjen? Pra, edhe një të lutem ta mbaroj, mos më ndërhyjni. Ke një praktik tjetër që kur çështja shkon në gjykat, me gjitha ato prova që thoni ju, që padyshim Erion Velia ka gabuar në ato telefonatat, dhe që mund të ketë intimiduar prokurorët, po çështja nuk është në hetim. Prova dhe faktet
nuk mundet më të manipulohen apo deformohen rrugës, nuk mund të prishen. Është një çështje e cila ka kaluar për gjykim dhe nuk ka asgjë të keqe që Erion Velia gjykohet si Sajmir Tahiri. Sa u dëmtua gjykimi nga të njëjtët gjyqtar, të cilët e dënuan me heqje lirie dhe shpallën të pafajshëm Sajmir Tahirin. Kush është diferenca që Erion Velia të shkojë, të jetë në arrest shtëpie sot? Çfarë rreziku përbën Erion Velia nëse është në arrest shtëpie? Përbën rrezikshmëri shoqërore për të penguar hetimin? S'ka më hetim. Është mbyllur hetimi. Kush është precedenti ku 10 zyrtar të tjerë i heton në gjendje të lirë, i heton në detyrim për paraqitje? Çfarë po e pengon gjykatën për të gjykuar Sali Berishën? Ushtron mandatin e deputetit? Nga ana tjetër po gjykohet. Kush është standardi? Dikush thot mosha. Po s'është mosha, në arrest shtëpie mund të rish edhe 80 vjeç, 85 vjeç. E ka bërë ligji atë që arresti shtëpi jetë për një njerëz të moshuar, por është me detyrim për paraqitje. Ku është pengesa për të pasur detyrim për paraqitje për Erion Velin për një çështje në gjykim? Kur gjykata kushtetuese vendos interesat e publikut, nuk është interesi i Erionit që është kthyer në detyrë dhe është konsideruar shkarkimi i paligjshëm, por është interesi i publikut për një njerëz të zgjedhur. Nuk mundet qeveria qendrore të shkarkojë të zgjedhurin lokal. Pra, ka zgjidhur një konflikt parimor gjykata kushtetuese, e cila eliminon një herë mirë. Po mirë, zgjedhja ti thua një zgjedhur. Po të zgjidhesh nuk është licencë për të shkelur ligjin, për të bërë ato për cilët ai akuzohet. Si dhe një herë? Kur zgjidhesh, po, nga qytetarët nuk të japin licencë pa prekshmërie për të shkelur ligjin, apo jo? Patjetër. Prandaj po shkon gjykim ai. Prandaj është i pandehur. Prandaj duhet një masë sigurimi. Po masa e arrestit me burg është masë e cila është në raste të veçanta kur përjashtojnë masat e tjera të sigurimit. Të qëndron tek aspekti politik tani. Si e shikon fjalën e tij, ishte një sulm. Datë 2 tetore çoi Kreshnik në gjykatën e lartë ja rrezuan. Politik mos se mbyllën aspektin juridik. Kreshnik, si e gjykon fjalën që mbajti para trupit gjykues në kushtetuese Veliaj? E shikon si një sulm kundër Ramës, edhe më drejt për drejt, bashkëpunëtorët e tij që ta më traftuan, që është zhgënjimi më i madh i jetës sime, dhe sidomos ai paralelizmi me Farkun që rrëmbeu kryetarin e bashkisë së Medelinit në Kolumbi. Dëgjoj, unë në tërësinë Kush është shefi Farkut në këtë rast këtu në Shqipëri? Unë në tërësi duket e qartë që ka një përplasje politike. Po. Por nga ana tjetër, unë kam rezervat qoftë për mbrojtjen që pati, domethënë për Erion Velia duhet ishte fokusuar te mbrojtja ligjore. Historia që është punëtor etj është super e konsumuar. Betejë e tij padyshim që është politike, po më shumë se politike është kushtetuese. Nga ana tjetër, po ju them një gjë, vendimi i gjykatës kushtetuese është argumenti më i fortë për në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit, sepse duke konsideruar që qeveria e ka shkarkuar në shkelje të rëndë të kushtetutës, kjo përbën një element politik për të konsideruar gjithë procesin e tij të cënuar në procedurë. Azil politik, po. Po, për azil politik, bravo, e the shumë saktë. Po, si që dha Erion Velisja, si dha Arben Ahmetaj, me atë po e merr Arben Ahmetaj. Ke 100% të drejtë. Që tha Tirana, po ti isha unë gjyqtar dhe prokuror, do t'ja bëja mëzi. Igo, e ime atë është duke ndjekur azilin. Po pra, po këtë po themi, po kjo nuk lëviz gjerat atje në GKK, Kreshnik. Jo, po ndajmë të njëjtin mendim bashkë. Unë po them që GKK-ja duhet të rishikojë masën, sepse mundet gjykata europiane nuk do ishte serioze për integritetin e shtetit shqiptar, që gjykata europiane e drejtave të njerëzit të ndërhyjë për çështjen e Erion Velis. Për një masë sigurimi. Po këtë do të shojë në gjykatë europiane. Unë politikisht, po e them publikisht. Jurist shumë i respektuar, çfarë do të shojë në gjykatë europiane? Një ta mbaroj më një sekond.
Ta mbaroj një sekundë. Po pra se ka një kontradikt, qofse çon këtë çështjen e sotme, kjo s'ka punë fare me ata, e thot vet ajo. Më këtë e ka fituar, s'ka çarçonte. Po çfarë do të çojmë arrestimin e pajisshëm, ajo është tjetër histori. S'ka lidhje me këtë. Masën e sigurimit dhe dëgjoj, një Ka person ndonjë i precedent, zgjedhur. të pyes ty Kreshnik dhe këta dy juristë të tjerë. Në gjykatën e Strasburgut, ka ndonjë precedent që është marrë në shqyrtim masa e sigurisë për një çështje që është në gjykim? Po e ke për Thoma Gëllçen, për Thoma Gëllçen i cili nuk është i zgjedhur nga populli, nuk është i zgjedhur drejt për drejt nga publiku, nuk ka një mandat që nuk pengoj mandatit, tani ke një person në detyrë të zgjedhur dhe masa më e papërshtatshme është masa arrestit. Po ekziston rreziku që të shqyrtohet çështja me themel këtu dhe ndërkohë gjykata për masën e sigurisë të shprehet kur të ketë përfunduar gjyqin themel këtu. Po çfarë do bëj? Po mund të ndodhë. Mund të ndodhë, ka ndodhur, do ndodhë. Që gjykata të vendos edhe pas 2 vjetësh. Keni shumë të drejtë. Gjykata Europiane mund të ndodhë edhe pas 1 vit apo 2 vitesh, domethënë kur procesi të ketë përfunduar. Po, përmbledhet lutem, sepse ja dhash fjalën Dash Shej. Jo, jepja, vazhdo, rezervoj. Jo, s'ka gjë. Zoti Shej, kjo që ndodhi, kjo seanca, këto sekuenca që pam në gjykatë, ka filluar plasaritje brenda PS-s? Po pra, ora është mësharë se gjysma e këtyre njerëzve po shkojnë gjykatë, po shkojnë prokurori. Tu kuptohet që këtu është bërë zullumi i madh, është tra zullumi, do këputet në një farë mënyrë. Kjo është gjithë problemi. Kjo që shikojmë ne, si me thënë, shkuma e kësaj dalge. Atje, e zhurmë që e drejtë tam, por realiteti është një gjë tjetër. Po gjykatat po t'jenë prokurorët më pak më serioze, më insistues, u mendoj që këtu ka për të hap letra sa të duhet. Po t'jenë më serioze, më insistues, këtu nuk na ngjelet kryetar bashkie, po këtu mrena. Po let hiqen. Mo më vjen keq për një gjë, me thënë drejtën, se ta thash nuk kam një kompetencë për këtë fushë, ja thash dhe kur që tenjte nga emisioni tjetër, që ne, sidomos ne, opozita shqiptare, e kemi farë shpresën ke prokurorët e ke gjykatës. Kur në fakt opozita, puna e opozitës është të afroj ide, njerëz të ri, fytyrat pastra, vizion, program, me mënyrë për projekcion për të ardhmen, shpresë, dhe me këtë da mundim kundërshtarin që është atje përballë. Në fakt, kemi ngecë këtu, në kuptimi që që po bëjmë prokurorët. Pse se arreston prokuroria Ramën? Si po fusin burg, pa thuj si gjithë, të shi kjo prokuroria, ka më rritë deri ka aty ke këpusë të Ramës. Vetëm ai ka ngell dhe opozita jo në ankohet shish ka më rritë prokuroria ka Rama. Ku të më rritë ma shumë? Ja, gjithë thotë që janë to. To janë më këmpë si të Ramës, e para punë. E dyta pasaj harrojnë që një pjesë për këtyre janë vetë prokurori. E ditin që këto i binë nga mëngjesi deri ndarë prokurorisë, në një farë mënyre, e të vlefsojnë këtë lloj teze, se këto prokurorët, o janë të mirë, janë të qi. Kur i binë këtyre të opozitës, janë të qi. Kur i binë këtyre tjerëve, pse shkojnë më tutje, se janë të mirë. Unë them që t'i lejmë, bëjmë punë e vetë. Vërtej drejtësi, a mendon që konflikti Veliaj, se u shpall konflikti aty, mundet të përkallëzohet konflikti mes Veliaj dhe Ramës, se tek e fundit, aty që ka komanduar Veliaj aty, aty ja përcaktoi Rama, a ekziston mundësia që ai tani do të shkarkon këtë dhe të cakton dikë tjetër të vetin? Po këtu kam qenë, po me këtë karrierë ka një po është çështja jote aty, po. Kemi pas, ha? Po. Edhe kam thënë që nëse ky Veliaj do të bëj luftë politike, jo luftë procedurash, ankimime në gjykate, jam rriti ky në një pjesë, po kjo nuk e luftë politike, kjo me shpëtu lëkurën tënde, se deri më sot nuk kena pa që ti bjeri lëkurës Ramës ky, me thënë drejtë. Deri të shi edhe këtë kam thënë këtu i mund, qoftë se ky do të bëj luftë politike, do të dali balës dhe atje e ti thotë, unë ka bërë që kam bë, po ti ke bë këtë e kemi bë bashkë e këto. Ndërsa ky ka zgjedh shtegun kushtetues, po e zema, me drejt për vetën e vetë. Procedurial. Po të ma këthesh këtë që kemi këtu. Ja hapi Rama dhe atë.
Këtë po të ma këthesh emisionin, ka nevoj të flasë më sënde, se i kam thënë që në atë ko të mua bete. Kjo që bën kjo është vetë mbrojtja, ligjore, e moralqme, veja emri si të dush. Po në qofë se do të bëj betejë politike, dhe kjo hynë atje në brëndat majtës shqiptare, ati grupi që është si rivalje Ramës, duhet thot gjëra tjera. Nuk duhet thot të gjithë thot kjo. Këto janë për të mbrojt vetën, të gjithë. Se dhe nështë ja flet, e di që s'ka reaguar akoma deri ta... Qiko? Kush? Velje. Ore, të gjitha to që janë thërrit... Shumë e që Jo, më jo, të gjitha to që janë thërrit, po t'i shikosh ti, kanë paka kështu. Babara, mos si e shpjegon ti? Jo, më jo, të njëjtë... Ti si e shpjegon, të në kanë thiru. Të gjitha to që janë thërrit, kanë të njëjtën gjuhë, po t'i shofës. Që jo po jemi akuzu, jo po akuzohemi politikisht, jo po kanë drejt, jo po s'kanë drejt. Asë njëri për atyre gjështë atje në brënda nuk a thënë në një herë. Që të godasi qeverin, këtë establishment politik, që të thotë që këj korupcion është bërë të shima për teja saj që të marri përgjësit e veta. Po thuj se gjithë thonë që në këtë loj zullumi që është, kam mund kemë bë dhe unë gabimet e mija, po mbime dalë për jashtë, ajo është këtë procedura, e gjithë kjo është histori. Brënda kësa histori është dhe kjo zotëria. Janë shkel procedurat për këtë janë shkel. Po mund t'jenë shkel dhe për tjerë për para këtita. Unë bilës po bëjt që di, pra ne po të them, po bëjt shumë, qefi, jo për këtë zotëri. Efekte politike ka, efekte elektorale ka kjo. Jo, unë po të them që kjo gjykata kushtetuese mori një vendim, po e qujmë pavarë. Që shteti shqiptarë s'qe ka rënu fare, i pas kënë të pru ca cepa me cilën mund për shtetëve. Efekte elektorale, po sigurisht që mund kete efekte elektorale, edhe këtë punë. Mi po këtu ka dhe gjë tjetër, që kjo efekte elektorale të shi i bitë bëhet ka pranvera, se njëherë për jesë, hikën zgjedhjet për Tiranë. Ka fare dhe në 2007, s'ka zgjedhje. Hikën zgjedhjet për Tiranë. 6 muaj para nuk bë. Nuk ka zgjedhje dhe në 2007. Pra ky vendimi kushtetues do tani zgjedhjet në 2007. Ne kemi kandidat, Babaram, ne kemi kandidat, po s'kemi zgjedhje. Se i ngecën kandidatëve të dy palve i ngecën kandidatët. Edhe Berishës i ngeci kandidati nga shoqëria civile e ka dhe në 2007. Shkë një element shumë interesant. Pret ditë para, Edi Rama e merë kandidatën, e merë kandidatën për Tiranë, zonjën Manastiriu, edhe bën antar komisioni. Dhe bën antar të komisionit të reformës zgjedhore. Se po folim, nuk është ashtu me ligjin zgjedhor. Këto nuk janë kandidat. Nuk janë, po. Nuk janë. Jo, politikisht. Politikisht e gjë tjetër. Por duhet shumë dhe një element politikisht. Se vendimi gjykatës kushtetuese ka çelur një precedent shumë interesant, të cilin ne do ta lexojmë kur të zbardhet vendimi i plot, sepse gjykata kushtetuese, duke thënë që në 162 nuk mund ta shkarkojë kryetarin e bashkisë pse mungon 3 muaj në punë, atëherë ne do të shohim se si është i papajtueshëm me kushtetutën dhe çfarë interpretimi do i bëjë gjykata kushtetuese. Edhe nëse s'ka shfuqizuar, çfarë interpretimi do i bëjë gjykata kushtetuese në 162 gërmacë të ligjit mbi vetë qeverisjen vendore. Dhe mbi të gjitha është detyrim po i gjykatës kushtetuese në zbardhjen e vendimit, që është shumë e rëndësishme, që jemi kurioz ta shohim, të jap këtë interpretim dhe interpretimin e shkeljes së rëndë të kushtetutës dhe të ligjit. Se unë pajtohem me zotin Hoxha, kur thot, ore, a kemi të bëjmë një shkelje të rëndë, kur ti si person merresh i pandehur, 2 gjykata, 3 gjykata, ka vendimi gjykatës për atë, jo, është tjetër, vendimi gjykatës si formës Perezës është pikë tjetër. Po pra, jo, po edhe kur merresh i pandehur, ka praktikë 6 muaj praktikuse. Ore, do zbatojmë. Shikoj, jemi në realitetet të reja, zoti Sefa. Jemi në realitetet të reja. Kemi 10-12 kryetar bashkisë që i kemi të pandehur. A mos duhet që jo gjykata kushtetuese, por dhe ligjvënësi të marrë një iniciativë dhe të shtojë një gërm tjetër ke në 162, që mos i lërë zgjedhësit pa kryetar, të shtojë një nene dhe të tuhet. Por e zotri, në rast se ti merresh i pandehur, në rast se ty të caktohet një sigurimi, më fal ta mbaroj. Ti nuk mund të caktohesh kryetar bashkie, sepse në këtë ngërçin që krijohet, ne s'mund të kemi kryetarët e bashkive në burgër. Ja po ta them unë. Shukri Xhelili ja ka quajtur shkelje të rënd kushtetutë të detyrës, momenti që u kap
në të situatë, që isha i pandehur, nuk ishe vendim akoma të formës prerë, e shkarkoi Këshilli i Ministrave, e çoi në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese i dha drejt Këshillit të Ministrave, sepse konsideroi pavarësisht se nuk kemi vendim të formës prerë, tha, po shkeljet e tuaja gjatë ushtrimit të detyrës janë tasa përmase. Sepse Këshilli Bashkiak dhe Këshilli i Ministrave, kur e kanë shkarkuar këtë zotrin... Jo, s'ka pas Këshilli Bashkiak, vetëm Këshilli i Ministrave. Po, Këshilli i Ministrave në arsyetim ka thënë që ka shkelur ligjin. Duke funksionuar... Nuk thënë që ka shkelur ligjin. As Këshilli i Ministrave, as Këshilli Bashkiak. Po na mungon, u vonua 3 muaj. Tani, Ja ruajt edhe në muzikë. Ishte thënë Këshilli Bashkiak që ne shkarkojmë, Jo, Këshilli të Bashkiak, akuzohet për korrupsion. Këshilli i Ministrave Kushtetuesja në lojë. Këshilli i Ministrave thoshte, unë pa shkarkoj për shpërdorim të rënd të ligjit si pasojë e funksionit të tij, sepse akuzohet për 9 raste korrupsioni. Si kryetar bashkie, atëherë mund të ishte interpretim. Po pra. Në zbardhjen e vendimit, është shumë interesant. Në zbardhjen e vendimit gjykatës kushtetuese, ore duhet zgjidhur një realitet i ri. Japim shpjegim Ta mbaroj të lutem. Zoti Shehu tha një gjë shumë interesante. Këtu është bërë një lëmë shumë i madh dhe ne po e konstatojmë për ditë. Atëherë mos duhet një lloj ndryshimi i realitetit, sepse nuk mundet që ne kemi të pandehur dhe Okej, mos i përsërisim gjatë, do ndryshojmë se ne kemi 2 tema tjera. Ndryshojmë tërësisht argument